Ti ke qenë në botën e modës në kulmin tënd të rinisë. Kemi dëgjuar shumë histori që të bëhesh model, fotomodel. Ti ke qenë fotomodel. Ta shpjegoj. Duhet të kesh ca parametra, po ndërkohë edhe ti je i preferuari i atyre stilistëve, apo s'është kështu? Unë jam shumë i lumtur, them shumë i lumtur që kam bërë modë në epokën time. Pse po them? Sot për mendimin tim moda ka ndryshuar shumë. Sot është komplet Instagrami. Dikur merri një libër, kishte një libër në dorë, shkoje te casting, ulje, shikoje. O do merje punë, ose do merje, nuk do thotë që ti ishe i keq mu pa, apo si kishe për... Thjesht ty nuk kërkoni për atë luk që ata kërkoni. Ka qenë moda më art, ka qenë moda më kompetition, më kupton. Dhe tani, kush ka më followers, janë model, më kupton, janë model. Ne kemi akoma gjëra që kemi bërë revistat para 15 vjetës që janë bërë akoma sot, më kupton se sot është bërë të gjë tjetër, ka qenë një DD, kishe bukurinë e vetë, dilin e 4 gjysmë, 5. Kishe lezet. Kishe me bëjmë abet, kishe qefe, flisje, na bëshin kurs, si më hec, si më fol, si më ull, si më paraqis, si më bë foto, të më kupton, ne bëshin 3 orë me bëjmë set fotografi, më majmë kemi bë 3 orë me bëjmë kopertinën e Mensaf, se ja kemi arrit në fund, ka bo me qesh ajo make-up, që bënte make-up, edhe ka dhe fotografi, e kapëm, thamu, mas 3 orë, po, e kapëm moment. Dili ku ishte mëgjesa Gimja, po Darka, Pintaja, Sanseti, po ta thash, nuk po e shaj tani, të jesh po flas për, i kam pas të 2 epokat. Jam edhe me fatë, i kam aprovu 2 epokat, epokën e atëhershme e tanishme, më kupton. Edhe, tash jam shumë i lumtur që kam qenë model ato vite, sepse ka pas një bukuri tjetër. Vetëm ata që mu më kuptojnë që e kanë bënë, ma kuptojnë pse e thëmë. Ka pas një sens tjetër, një adrenalin tjetër. Po, abuzime ka pas kujtë? Abuzime kanë qenë gjithmonë. Ju ngacmonin ju t'jem vetër? Abuzime ka për të pas gjithmonë. Gjithmonë. Në këtë botë s'ka kush me zortë. Kjo është e fukur. Ti, mos e thuj abuzime, po si bje larga. Po. Ti ja i që jetë, ata është shparë. Kështu që nuk është... Do me thënë, ta themi dhe njërë në këtë botë të kap askush me zortë. Është si pas dëshire.